Ndërkohë që kryeministri ka ndryshuar qëndrim lidhur me provimin e jurisprudencës, në kuvend edhe sot ka vazhduar debati për këtë temë dhe refuzimin e kërkesës së studentëve shqiptar që ky provim të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Deputeti i Aleancës për shqiptarët Halil Snopçe deklaroi se qeveria zgjidhjen e këtij problemi mund ta gjejë jo më larg se në Kosovë, vend në të cilin sipas Snopçes, përpos gjuhës shqipe, ky provim realizohet edhe në serbisht. Duke u bazuar në refuzimin e kërkesës së studentëve shqiptar, Snopçe tha se për këtë qëndrim të kryqëzuar të Fillkovit dhe kryeministrit, qeveria nuk duhet të presë interpelancë, por duhet të shkarkojë vetë ministrin. Ai thotë se këtë çështje për përfitime të ulta politike po e problematizon vetë ministri Fillkov. Tani nëse zoti Fillkov është mbi kryeministrin dhe merr vendime në kokë vete, ajo është çështje tjetër. Ajo është çështje tjetër, pra duhet përgjigjet kryeministri, pra nëse ministrat e tij nuk janë në vijën e zbatimit të ligjit dhe kushtetutës, duhet përgjegjësi. Dhe nuk ka nevojë ne të ngrejmë interpelancë, po normalisht duhet të vjen propozim shkarkimi nga vetë kryeministri. Pra fundit ne duhet të mundsojmë që rezultatet e gjatë provimit të jurisprudencës të jenë më kvalitative të mundshme. Se provimi i jurisprudencës mund të mbahet edhe në gjuhë të tjera përpos maqedonishtës, e thot edhe kreu i LSDM-s Venko Filipçe. Sipas tij, këto ndasi bëhen me qëllim nga ana e qeverisë, e cila dëshiron defokusim nga problemet reale me të cilat përballen qytetarët në përditshmëri. Filipçe thot se LSDM-ja do e mbështet interpelancën eventuale kundër Fillkovit në rast se një e tillë arrin në kuvend. Veç jurisprudencës, Filipçe akuzon Fillkovin edhe për dështime të tjera të lidhura me agjendën reformuese. Absolutisht se do të mbështesim dhe tani do t'ju them pse. Mendoj se duhet të moqetet e kalojnë këto ndasi dhe pyetje të cilat, si shoqëri veç më i kemi kaluar, duhet të marrim shembull shtetet e zhvilluara europiane, sepse në ato vende pyetja është sa ke dituri dhe njohuri, e jo në cilën gjuhë jep provimin. Për më tepër, Ministria e Drejtësisë nuk bëri asnjë ligj nga ligjet që u desh të miratohen, e të cilat janë të rëndësishme për agjendën reformuese. Për çështjen e jurisprudencës në gjuhën shqipe për televizionin Shenja foli edhe koordinatori i Vlen Bekim Qoku. Ai thotë se problemi i jurisprudencës është tashmë problem i zgjidhur dhe se si Vlen nuk merren me individ të cilët krijojnë probleme dhe nuk ofrojnë zgjidhje. Sipas Qokut, Fillkov këtë e bëri vetëm për përfitime politike. Që në fillim kemi premtuar se nuk do të merrem me populizëm dhe folklorizëm, siç kanë vepruar qeveritë e kaluara, por do të orientohemi drejt të zgjidhjes reale të problemeve. Prandaj nuk e shohim të arsyeshme të merremi me ministra individual që nuk kanë çfarë të ofrojnë përveç populizmit edhe që dështimet e tyre përpiqen të mbulojnë duke nxitur tensione të panevojshme, të cilat nuk kanë as peshë dhe as vend në këtë qeveri. E gjithë kjo ka trahur për problematikën e provimit të jurisprudencës. Doli në sipërfaqe pasi studentët shqiptar përmes peticionit kërkuan që të lejohet që provimi në fjalë të mbahet edhe në gjuhën shqipe, kërkesë e cila u refuzua nga Ministria e Drejtësisë.